Keni fëmijë edhe ti edhe ai? Po. Keni fëmijë? Po. Pra, ti edhe... Unë i kam 3, ai ka 3. Ti ke 3 fëmijë, ai ka 3 fëmijë? Po. Edhe fëmijët e mi janë të rritur. Okej, janë të rritur. Janë 28 vjeç, 25, 18, kështu që janë zotë të vetit. Okej. Edhe... A ka probleme mes fëmijëve, se 6 fëmijë këtu i bëjshi tallava, hallakambo? Absolut jo. Jo? Jo. Ka mirë kuptim, ka respekt? Mirë kuptim, respekt, ata e në matë vegjel, Ba. kështu që fëmijët e mi duhet pak me shiku ma shumë. Me shiku pa me më kujdes, po. Bravo qo. Pra të më thani mesazh shumë i mirë. Pra, ti jemi të kuptueshëm, të vëdishëm që dështimi në martesë është gjë normale, nuk qohet jeta me një persona të dy anëshëm, nga dy anët funksion në pjesë, me njerëz që nuk mundesh me quë dhe nuk ka mirë kuptim. Edhe pse unë me burrin tim, eks-burrin tim, e kam shumë mirë. E ke mirë muhabet? Po, se fëmijët i kemi të përbashkët, na nuk kemi më bashkë, po fëmijët i kemi të përbashkët edhe kështu e ndajmë. Bravo. E ndajmë. Ai shiqon, unë i shiqoj, kështu që... Këtë desha me tregu të shqiptarët që nëse ofse vjen rasti për ndasia, për përndarje apo për divorcë, që të ndalni edhe divorcoheni me mirë kuptim që fëmijët të rriten shëndosh me praninë e dy prindërve her pas here. Pra, ky është një mesazh shumë i mirë që ne Flutura Geca i sot në shtëpinë e saj. Flutura, faleminderit. Një pamje fantastike, në qofë se kthehet kamera këtej, apo në qofë se dalim dhe në balkon Flutura këto, bashk, do ishte fantastike kjo pamje, bukur, nuk e di se qysh ta bën zemra aty me shku të puna, nuk e di qysh ta bën zemra me shku në punë, Flutura, edhe me elon këtë vend, kaq të mirë. Edhe thuj ati pronarit që i ka që të lopë që të, nëse ka mundësi, me i thonë, me ma gjetë një vend pune, që banë, e me i rujt lopëtun e në Zvicër, knashësi më të madhe më duket nuk ka. Se këtu veç i fut me në telit, e merë rogën të najt, o vla, mos bëni hajgore me mu, e kom seriozisht, e du një vend pune, me i rujt që të lopët, janë qëto, që çfarë natyre ka, i fut me në telit të rrymes aty, ti e merë veç i fylli ty, rogat vjen me mjeldim, edhe punë fantastike. Jo, shumë bukur. Ke kohë që jeton në këtë lagje, Flutura? Jemi që dykon 6-7 muaj, kemi jetu në një vend tjetër, edhe e kemi ndru për shkak qetësisë. Për shkak qetësisë? Po. Edhe këtu, realisht, qetësia është shumë e madhe? Qetësi që nuk mundesh as me marrë me mend. A ka shqiptar në këtë lagje? Jo. Jo? Jo, s'ka. E vetëmja shqiptare jeti që jeton në këtë lagje? Po. Interesant, se qa është kjo lagje? Kush jeton këtu? Sakt. Janë pasanik? Nuk e di. Nuk e di. Ma mirë nuk e di. Pra dhe më thanë, me sa kuptoj unë, këtu është një lagje shumë... Besoj që është pak ma e privilegjume se tjerat. Shumë interesant. Po, e vërtet është se për ardhur... Se qetësia edhe nuk i shumë makina që udhtojnë, sidomos shtunën e dielën është shumë qetësi. Shumë është interesant dhe realisht po jo tregoj që edhe herë po e them, kemi marrë këtu ku ndodhemi jemi në majt një kodre. Është një kodër edhe pse kodra është e rrafshët pak lart. Mirë, por për të ngjitur këtu lart kemi marrë shumë kthesa për të ngjitur deri në këtë vend këtu te kjo lagje. Kështu që lagja është me shtëpia sikur ato lagjet e mia që kam ndërtuar në të ardhmen.